Fshati Polen në bashkinë e Korçës po kthehet gjithnjë më shumë në një pikë takimi për adhuruesit e motokrosit, një pistë ndërtuar prej disa vitesh me kushte të përshtatura për këtë sport ekstrem, ka nisur të tërheqë të rinj që kërkojnë emocione të forta dhe sfida në terren. E konsideruar si një nga pistat më cilësore në vend, ajo po shërben si një mundësi për të zhvilluar më tej këtë disiplinë në juglindje. Kjo pistë po bën gati 6 vjet që është ndërtuar. Edhe vit pas viti janë arritur rampat, janë bërë kthesat me palosje. Deri më sot kjo pista është më e mira në Shqipëri. Ka interes, se është diçka që në Shqipëri nuk e shpar shumë, ose në Korçë për shembull, nuk e din çfarë është motocrossi. Deri tani ka interes dhe shpresojmë të ketë edhe me të rinjt. Me motocross kam rreth 15 vjet që ushtroj këtë gjë, po më pëlqen dhe enduro. Është një sport që të fal adrenalinë, kënaqësi. Si çdo sport. Të bësh motocross është një nga gjërat më të bukura për ne të paktën që praktikojmë të sport. Vlen shumë e mirë, ka adrenalinë. Ja u rekomandoj dhe moshatarëve të mi. Për te i pasionit, ata që e praktikojnë këtë sport e shohin si një mundësi për të promovuar zonën dhe për të tërhequr vizitor. Kërkesa kryesore mbetet mbështetja institucionale. Fonde qoftë edhe për pistën, qoftë edhe me qartë kishte mundësi, sadopak, sepse është një sport që po rritet në Shqipëri. Nga shteti duam vetëm promovim. Nga ana financiare e mbulojmë vetë sa mundemi. Ndihma është thjesht ta promovojmë pak më shumë, të na japin një suport që të zhvillojmë disa gara, më shumë për të promovuar zonën. Po si pikë turistike, është ka potencial, fshati Polen prap ofron diçka që nuk e ofron të gjithë fshatrat. Nëse do të ketë më shumë vëmendje dhe investim, pista e Polenës pritet të shndërrohet në një shenjë referimi për motocrossin në Shqipëri, duke i dhënë një tjetër dimension sportit dhe turizmit në këtë zonë.